Doktor, po e filloj direkt me takimet. Së paku 3 ditë të fundit, kam ndjek Fierin, kam ndjek Vlorën, tropoj Has Rëshen, thot Mat Dibër, nga 2009 e këtej, fiks 16 vjetë, Partia Demokratike nuk ka pas këto takime. Ka nik së paku 1.2 milion banor. Janë 20% e shqiptarëve, Shqipëria është kurrë. A keni ju një koment për këtë masivitet? Çfarë konstatoj unë? Unë konstatoj se në radhë parë ka një pakënaqësi të thellë tek qytetarët ndaj qeverisë. Së dyti, ka një pëlqyeshmëri, së dyti ka një interes për ndryshim, çka unë e konstatova, po nuk mund të mirëte të gjithë domethënien, e konstatova në diasporë. Unë ja u pata thënë atëherë se entuziazmi i jashtëzakonshëm në diasporë më bëri shumë përshtypje. Shumë përshtypje. Diaspora është edhe nostalgjike. A do të shfaqet ky entuziazëm, a do ndikoj ky entuziazëm i diasporës në Shqipëri dhe a do të shfaqet në Shqipëri. Në të vërtetë ky entuziazëm është shfaqet në Shqipëri. Dhe kjo pra ka një shpresë. Ajo që tregon ky entuziazëm ka një shpresë. Ka një në fund në fond ka një pëlqyeshmëri për programin, të cilin siç e keni konstatuar, kanë treguar skepticizëm, realizohet apo jo, por nuk e kanë kritikuar dot. Nuk kanë nxjerrë dot asnjë element të tij të pavlefshëm apo edhe utopik. Pse kjo? Spari ky program, që për mua është më i miri që ka paraqitur ndonjëherë në 32 vite Partia Demokratike para shqiptarëve, është një program që sintezon eksperiencën më të mirë të qeverisjes së Partisë Demokratike, por dhe të vendeve tjera. Doktora, vetëm një ndërhyrje. Dhe të vendeve tjera. Pikërisht për programin vetëm një ndërhyrje. Rama po mundohet të japë idenë se në Shqipëri nuk ka zgjedhje, s'ka fushat, rezultati dihet dhe nuk po flet për program. A mendon vërtet Sali Berisha se zgjedhjet në Shqipëri fitohen me program? Është zgjedhje kjo që thotë. Pyetja ju i qëndron. Unë gjithë jetën kush më ka ndjekur, unë kam patur programin si platformë, kur kam qenë kryeministër programin, kur kam qenë në opozitë programin. Pra, unë jam njëri që kam ndjekur programin. Ky jam unë, nuk mund të ndryshohem. Rama në tërësi nuk ka ndjekur programin përveç vitit 2013. Rama në tërësi ka ideue mënyra tjera paraqitjesh para shqiptarëve. Kjo është e njohur kjo që bën ai. Kjo kërkon me çdo kusht tani që të mos jap asnjë llogari për ato që s'ka bër ose për ato që ka bër keq dhe të mos premtoj asgjë mbasi ai nuk ka realizuar dot premtimet. Por kjo është një mënyrë fushate, se fushatat kanë disa mënyra. Ka mënyrë tjetër për shembull që bëhet funde krye negative. Ky nuk e ka. Ne ka patur fushata me negativitet, Rama të tillë ka patur në vitet 2005, 2006, 2007, 2009, nuk i ka tani në atë lloj. Tani ka zgjedhur parodin. Tani ka zgjedhur banalitetin dhe parodin. Ku mendon se duke bërë të qesh, duke krijuar të qeshura, duke bërë humor banal, bajat, largon kryesisht zhvlerëson në hapësirën komunikative programet. Dhe thot që kjo është, domethënë, çfarë nuk ofron program. Megjithatë, ai nuk është se ka vojtur këtë. Sepse her pas here, po ta vini re, është detyruar të referohet. Fillimisht kopjoj pik për pik minimum jetike këto, pastaj i kaloi në vitet 2030.
Pra, a e kupton që është pa program, a e kupton që kjo mund t'i kushtoj, dhe këtu të regon atë pasigurin e ti, sepse ti, momenti që ti kopjon programin e kundërshtarit, që ti nje kundërshtarin, ti ke kapituluar në rafshin e programit, në rafshin programatika, më të apo jo. Por, tani në sfundit, fushat e ati, a i ka kap një thes me rrena në shpinë, dhe shko në fond vëllatve, kam investua 1 miliard e 230 milion. Kjo është do më në gjë, dhe pastaj, kam investu, thot, në Ujësielsa, në fshatra, 216 milion. Ka investuar vetëm i Ujësielsa të 3 vlezër, dhe a i s'punon si puna Ujësielsa të Krujës. Megjithatë, ju thatë që Rama ka zgjedhur këtë metodologjinë e